Banorët e Rjollit kanë hyrë në javën e 4 të protestës kundër asaj që ata konsiderojnë zaptim dhe tjetërsim të tokave të tyre. Situata është tensionuar në terren ku nuk kanë munguar përplasjet me forcat e policisë, të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë kohës. Banorët kërkonin largimin e punonjësve të kompanisë nga toka, duke pretenduar se puna po zhvillohet në pronën e tyre. Banorët shprehen të vendosur për të vijuar rezistencën deri në një zgjidhje përfundimtare të situatës. Do vazhdojmë çdo ditë se kjo është prona jonë dhe derisa dalin e drejta ne këtu do jemi. Çdo ditë. Vinë shtypin, vinë shtyn, në rrahin. Këtë po na ka bitë toka, na ka lënë gjyshit tanë. Këtu do të lapim jetën të tonë. Kush ka tokën tonë? Dhe shteti nuk merr masa, neve na çon çdo ditë nëpër burze, këtë nuk arrin me arrestu dot. E mrën shteti kriminalin, i bën një 17 vjeçarit gërsht. Patjetër se të vazhdojmë, me zjak do të mbërrim pronën. Më herët banorët thanë se njëri prej gjyqeve ka qenë në favor të tyre, duke njohur të drejtën e pronarëve, ndërkohë për situatën ka reaguar dhe kompania Genar 2, duke theksuar se projekti turistik është në përputhje të plotë me legjislacionin shqiptar. Sipas kompanisë, procesi gjyqësor i përfolur në media nuk ka asnjë lidhje juridike apo faktike me perimetrin ku po zhvillohet projekti. Kompania garanton se janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore dhe se nuk është synuar asnjë drejt pronësie, ndërsa shpreh shqetësim për tensionet në terren dhe thekson se punonjësit e saj janë përballur me tentativa sulmesh. Nga ana tjetër, banorët paralajmërojnë për shkallëzim të protestës nëse institucionet nuk ndërhyjnë për të pezulluar çdo veprim mbi tokat deri në sqarimin përfundimtar të situatës.